Procesi gjyqësor për 14 vjeçarin Mario Pordesha i akuzuar për vrasjen me thik të bashkëmoshataritë të tij Martin Cani me 18 nëntor 2024 vjoi këtë të njëjtë me kërkesën e mbrojtjes për rikualifikim të akuzës. Avokatët argumentuan se ngjarja ndodhi për shkak të një tronditie të fortë psikologjike dhe kërkuan që përballë vrasjes në rrethana cilësuese, i mituri të gjykohet për vrasje në kushte tronditje. Prokuroria e Tiranës nga ana tjetër kërkon që gjykata të shpall fajtor 14 vjeçarin për vrasje në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave dhe të vendos dënimin me 25 vite burg. Gjyqtarët duhet të marrin parasysh edhe nenin 97 të Kodit Penal për të mitur, i cili parashikon se dënimin nuk mund të tejkalojë gjysmën e masës për të rritur dhe në çdo rast jo më shumë se 12 vite. Vendimi përfundimtar i gjykatës pritet të shpallet me 9 dhjetor, duke marrë parasysh të gjitha argumentet e mbrojtjes dhe kërkesat e prokurorisë në një rast që ka tronditur opinionin publik dhe ka nxitur debate mbi përgjegjësinë penale të miturve.